kështu, po du përgjigje ndryshme. Pajtohem që shtash nuk e shka thëtë Petriti. Ja, mos u pajto me gjithë shka. Atëherë, po e nisi me ty e parën, pra. Hajde. Fjala më e bukur shqipe për ty. Non. Non. Ose adhe. Ja, tash përcakto. 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 Shumë mirë dhe thëtë parën dhe dhone për pajtona, non, shumë e bukur. Non. Po. Edhe për ty? Po. Okej, faleminderit. Këtu besoj keni me dalë ndryshe. Emni ma i bukur Shqip. Shqip. Petrit? Jo, Kreshnik. Kreshnik? Po, si vllavë jam. Okej, ti ja ke vendosë emrin apo ke qenë bukur? Ja. Nuk se problem. Po më pëlqen se jam. Faleminderit Dhe shumë. është kuptim plot. Për ty? Arbër. Arbër. Pse të dy gjetët gjinis mashkullore? Së është të thone dhe që... Nashta pse e në se di, nashta pse e në nëntorë se një por, edhe plus edhe konga. Edhe ndikoj konga atmosfera. Ndikoj me siguri edhe më qoj që atje. Okej, faleminderit shumë. Po në Kreshnike. Cili është zakoni më i mirë që e kanë shqiptarët? Mikpritja. Mikpritja. Besa, mikpritja. E kanë akoma? E kanë. E kanë. Okej. Petrit, zakoni më i mirë që e kanë shqiptarët? Ma përmeni një turk, tha din, tha cili është, cila është vlera ma mira, tha shqiptarë, tha është cila, tha janë gjymert. Okej, janë gjymert. Po. Qësh me përkëthy këta? Dorë lirë, dorë Po dhënës. nëse muj me thonë. Ta është Gjakovartë, thojnë e kundër, ta janë qësi. Okej, faleminderit shumë. Gjakov, kur t'i vetë, thojnë, a jena ekonomik. Cili është personaliteti shqiptar që të frymëzon? A ke një personalitet që të frymëzon me jetën, veprën? Nështë ta ma mirë kisha mujtë me thonë që më ka fascinu, është Bekim Fëmija. Bekim Fëmija, po. Okej, faleminderit. Jeta për ty? Ka shumë, unë po lidhi pak me një personalitet ma aktual, edhe lidhet me profesionin tim, Ermonela Jaho. Ermonela Jaho. Okej, faleminderit shumë. Cila është ngjarja historike që të bën të ndihesh krenare që je shqiptare? Nga të gjitha ngjarjet historike. Nashta shenjtërimi i nënës Terez. Okej, ajo është shumë personale, po historike, ngjarje e popullit shqiptar, po mendoj kështu, ngjarje historike. Pavarësia... Pavarësia? E Kosovës a e Shqipërisë? Dyjat, pa tjetër. Dyjat? Dyjat. Okej, faleminderit. Petrit? Po, nashta pse edhe i përkas që asaj gjenerote, paraqitja UÇK-s. Paraqitja UÇK-s. Faleminderit shumë. Një pyetje. A duhet të ketë bashkim kombëtar mes Kosovës dhe Shqipërisë? Po. Po. Pro, pas një dilemë. Po, ajo metet ondra dhe projekti dhe ideali prej rilindasve tutje. Unë halo këtë aspekt frymoj, me atë ideal. Nështë edhe pse jam rritë që ashtu, gjenerata jonë paka shumë me atë ideal është brymus, po edhe praktikisht kur e mendon, shë që është zgjidhja ma e mira. Faleminderit shumë. Për ty Jeta? Pak pyetja është, a duhet ketë bashkim shtetnor, se bashkim kombëtar veç ka, na jemi një kom. Okej, mirë, me rreda ashtu, po mendova... Po, për të kuptova, po edhe unë mendoj njëjtë si Petriti, edhe unë jam rritë me qatë frymë, kështu që jam njëjtit mendim. Faleminderit shumë. Kush është shqiptari që ka ndikimin më të madh në histori tash? Jo vetëm të shqiptarëve, po në përgjithësi në historinë tonë që... Për ty gjithmonë. Nuk e di, ka shumë të fillu për Skënderbeut. Skënderbeu, okej. Që ndru rrjedhën e ngjarjeve për neve. Mjafton me qëndru të Skënderbeu, nëse nuk kinoj... Ka shumë figura. Anton Qeta. Okej, faleminderit. Për ty, Petrit? Pja shtoj edhe një, Sami Frashëri. Sami Frashëri.
Okej, faleminderit shumë. Një pyetje kështu. Çka meritojnë shqiptarët, por që nuk e kanë? Një ushtri të fort. Një ushtri të fortë. Shumë të fort, po. Okej. E meritojmë. Qa kishim po me to? Ishim mbrojt. Ishim mbrojt? Okej, do më thonë mbrojtëse. Ta kemi parasysh. Mbrojtëse, normal. Jemi një popull i cili është të paktën për 150 vite të fundit, po vazhdon me qenë i rrezikum. Kështu që Një ushtri e fortë është e domosdoshme për mbijetesën tonë. Faleminderit shumë. Jeta? Ndryshe nga kjo. Po e kthejnë diçka që nuk është shumë e madhe, nuk është për krejt shqiptarët, mirë po për Kosovën, mendoj që meritojmë një sallë tepër të mirë të koncerteve. Okej, Opera Kosovës e praktike. meriton një sallë fantastike, se ka muzikantë mrekullueshëm në Kosovë që nuk e kanë ende. Faleminderit shumë, po më pëlqen ideja. E tash, për çka shqiptarët nuk ndryshojnë mendje kurrë? S'ndryshojnë kështu. Kryt mjakput nuk ndryshojnë Po, mendje. nashta pak jo me thonë që jemi nacionalista, po dashni ndaj vendit edhe dashni ndaj ato shka jemi, ndoshta ndaj kombit, të më thonë. Shumë e kemi të rëndësishëm me tregu kudo që shkojmë që jemi shqiptar, jo çdo popull e ka, jo çdo popull është insistus në qëtë aspekt. Kështu që mendoj që qëto s'kish mujtë me na ndru kur edhe o dëshmu ndër shekuj. Okej, faleminderit shumë. Për çka nuk ndryshojnë mendje kur shqiptarët? Për çfarë do teme me të cilën e kanë me i natë, nuk ndërën. Që e kanë me i natë? Me i natë, po. Do me thonë, çfarë do kofta, kur i kapi nati... Kur i kapi nati... Keqo puna, nuk ndërën. Ketë problemi është mirështi me kap me i natë. Si ta kapin me i natë të kry? Edhe në skenën politike që është... Në gjithë shka? Edhe në muzikë? Muzikë edhe gjithë shka. Okej, faleminderit shumë. Pyetja e fundit, sot, si duhet të tregohet, si duhet të shprehet dashuria ndaj ABE-jut? Petrit. Jo për mu fry që thot populli, do më thonë peloj me destinana është mirë, po me iniciativa tila për shambull si që kjo që jemi të bon Gjakov me një festival si ditët e nëntorit edhe si ditët e shqiptarit, është një formë edhe është një argument i cili e dëshmon se ti me të vërtet e donë vendit tonë, e donë popullin tonë edhe mundosh me bo diçka jashtë. A kjo është patriotizëm, sot? Po. Do më thonë njona prej aspekte, u kapa nashta ma tepër për aspektin kulturor, ideja që me, do më thonë, me dhonë diçka një input që me pasuru jetën kulturore, njëjtë mundët me thonë edhe dikush që vjen për sferës biznesit, që është gjithashtu shumë e rëndësishme, kështu që çka do që është në atë drejtim për mu është që ajo është vlera ma madhe patriotike për sot. Faleminderit shumë. Jeta, si duhet shprehet sot dashuria ndaj vendit? Unë veç me vazhdu të njëjtën që tha për Triti, do më thonë çfarë do lloj profesioni, nëse na vetëm kemi vullnetin me punu, për te vetës tonë, me punu për vendin edhe me ju japë matë mirën, mës me u nalë prej arsyetimeve të kota dhe mës me gjetë arsyetim së shka nuk është mirë të vendin ynë, po shka mune me bo na ma mirë, cili është kontributi ynë si individ, se cili. Në këtë aspektet, mos me dëmtu vendin, as në ambientin, as çka donë, çfarë do lloj forme vendin tonë, mendoj që kjo edhe asgjë tjetër nuk është patriotizëm sot, se sa puna që mundëm ja për vendin. Faleminderit shumë për përgjigjet, kënaqësi.